Fëmijët e rrugës po shfrytëzohen në heshtje, sa fëmijë duhet të shkatërohen që shteti të zgjohet? Ka pamje që nuk të lën të qetë. Nuk të lën të kalosh tutje sikur nuk pe gjë. Nuk të lën të bësh moral në Facebook, të mbyllësh telefonin dhe të flesh i qetë. Sepse kur shef fëmijë në rrugë, të hedhur mes makinave, në mëshirë të etjes, diellit, shiut, urisë, rrezikut dhe më e keqja, në mëshirë të njerëzve pa ndërgjegje që mund t'i përdorin si mall, nuk ke përballë një fenomen social. Ke përballë një akt akuz të gjallë ndaj shtetit. Në Shqipëri, fëmijët e rrugës nuk janë vetëm viktima të varfërisë. Shpesh ata janë viktima të një mekanizmi më të errët, shfrytëzimit, detyrimit, përdorimit si mjet fitimi dhe potencialisht si prej abuzuesve të çdo lloji. Dhe pikërisht këtu fillon pyetja më e rëndë: ku është drejtësia? Ku është prokuroria? Ku janë institucionet që paguhen me taksat e qytetarëve për të ndërhyrë para se një fëmijë të shkatërohet, jo pasi tragjedia të ketë ndodhur? Sepse nuk ka nevojë të jesh hetues për të kuptuar se një fëmijë i vogël që endet në rrugë, që lyp mes makinave, që endet vonë, që shfaqet çdo ditë në të njëjtat pika, nuk është aty nga zgjedhja. Fëmia nuk zgjedh rrugën. Fëmia çohet në rrugë. Fëmia përdoret. Fëmia komandohet. Dhe kur një shoqëri mësohet ta shohë këtë si peizazh urban, atëherë kemi hyrë në fazën më të rrezikshme, normalizimin e krimit. Sa fëmijë janë shitur? Sa janë përdorur? Sa janë kërcënuar? Sa mund të jenë bërë objekti abuzuesve seksual, i trafikantëve, i njerëzve që ushqehen me pambrojtjen? Askush nuk e di me saktësi. Dhe fakti që nuk e dim, nuk e lehtëson krimin. E rëndon edhe më shumë. Sepse një shtet që nuk di ku janë fëmijët e vet më të pambrojtur, nuk është shtet që nuk ka informacion. Është shtet që ka zgjedhur të mos shohë. Dhe kjo heshtje institucionale është bashkëfajtore. Sepse kur fëmijët lihen në rrugë për ditë, për javë, për muaj, në sytë e policisë, bashkive, shërbimeve sociale, prokurorisë, atëherë problemi nuk është mungesa e alarmit. Problemi është mungesa e vullnetit. Nuk mund të thuhet se nuk dihej. Dihej. Shihej. Ka vite që shihet. Në semafor, pranë kafeneve, në qendra qytetesh, në mes të trafikut, në trotuare, pranë xhamave të makinave luksoze. Shqipëria i sheh çdo ditë fëmijët e saj të poshtëruar. Dhe pushteti kalon pranë tyre me xhama të zinj. Pyetja therrse është kjo: cili është numri i duhur që prokuroria të zgjohet? Sa fëmijë duhet të vuajnë? Sa duhet të humbin fëmijërinë? Sa duhet të përdoren si burim fitimi nga të rritur pa shpirt? Sa duhet të rriten në frikë, në urdhër, në dhunë, në errësirë? A duhet të ketë një kufon që shteti të lëviz? A duhet të plas një skandal seksual? A duhet të dalë një rrjet kriminal në media ndërkombëtare që institucionet tona të bëjnë atë që duhet ta kishin bërë prej kohësh? Fëmijët e rrugës janë testi më brutal i një shteti. Jo fasadat. Jo propagandat. Jo konferencat. Jo sloganet për integrim evropian. Jo fjalimet për familjen, mirëqenien dhe mbrojtjen sociale. Një shtet provohet aty ku një fëmijë është i pambrojtur. Dhe Shqipëria, përballë këtij testi, po dështon rënd. Sepse një fëmijë në rrugë nuk është vetëm histori varfërie. Mund të jetë histori trafikimi. Mund të jetë histori dhune në familje. Mund të jetë histori shfrytëzimi kriminal. Mund të jetë histori përdorimi për lypje të detyruar. Mund të jetë histori e një abuzimi të padukshëm që vazhdon çdo ditë, ndërsa ne e shohim si pamje të zakonshme. Dhe në një vend ku e keqja bëhet rutinë, drejtësia fillon të kalbet nga brenda. Prandaj ky nuk është më thjesht apel moral. Është thirrje publike për ndërhyrje të menjëhershme. Prokuroria duhet të hetojë. Policia duhet të identifikojë rrjetet. Shërbimet sociale duhet të marrin në mbrojtje fëmijët. Bashkitë duhet të japin llogari. Qeveria duhet të ndalë propagandën dhe të shohë ferrin që ndodh nën hundën e saj. Sepse një shtet që nuk shpëton fëmijët, nuk shpëton dot askën. Dhe le të thuhet qartë, nuk është vetëm turp. Është mëkat shtetëror. Është dështim institucional. Është krim moral i një sistemi që pret derisa viktima të bëhet statistikë. Fëmijët nuk kanë nevojë për keqardhje. Kanë nevojë për shpëtim. Jo nesër. Jo pas raportit tjetër. Jo pas mbledhjes tjetër. Tani. Sepse çdo ditë vonesë mund të jetë një ditë më shumë dhunë, një ditë më shumë përdorim, një ditë më shumë errësirë në jetën e një fëmie që duhet të ishte në shkollë, në siguri, në përqafim dhe jo në rrugë, mes mëshirës dhe bishërisë së botës. Në fund mbetet vetëm një pyetje, e tmerrshme sa vetë heshtja. Sa fëmijë duhet të shkatërohen që shteti shqiptar ta quajë këtë urgjencë?